E gjithë skema e ndihmës ekonomike e Bashkisë së Madhe të Shkodrës tashmë është përfshirë në regjistrin elektronik. Drejtori i Zyrës së Ndihmës Ekonomike, Shkëlzen Mustafaraj, thotë se aktualisht 4436 familje trajtohen me ndihmë ekonomike dhe se në bashkëpunim me institucionet e tjera po punohet intensivisht për të shmangur të gjitha rastet abuzive. Ne masi e bëm përfundimisht regjistrimin elektronik të skemës ndihmës ekonomike, në moment kemi 4436 familje në skemë të ndihmës ekonomike. Po vazhdojmë tashti, mas regjistrimit elektronik, po vazhdojmë me gjithë institucionet, rakordimet, për të pa ku mund të ketë vendet ose rastet të mundshme abuzimi. Dhe të njëjtën kohë, rast mas rasti, jemi duke i ndjekur që çdo përfitues abuziv, sipas ligjit, të nxirret nga kjo skemë. Nërsa me familjet e reja pretenduese, vazhdojmë një punë që në bazë të dokumentacionit ligjor, ato familje, qoftë të qytetit, qoftë edhe të njësive administrative, pra të themi të ish komunave, ato që plotësojnë kushtet ligjore nga ana e dokumentacionit dhe janë në gjendje të dobët ekonomike, ne po vazhdojmë të ndjekim hap pas hapi për të mbështetur me ndihmë ekonomike. Përfshirja e ndihmës ekonomike në regjistrin elektronik ka bërë që vetëm gjatë këtyre 3 muajve të shmangen 5% e rasteve abuzive. Noi që duke qenë elektronizuar, pakten nga 3 mujori i fundit, pakten mund ta ketë përmirësu punën në drejtim të abuzimit, mund ta ketë përmirësu punën edhe 5%, sepse regjistrimi elektronik duke qenë me dhëna ortografike krejt të sakta, çon direkt në rastet e shkeljes ligjit, kur ka qenë e pashkrume me sy ose me dhëna ortografike gabim, patjetër që janë rastet pa diktueshme. Ndërsa përsa i përket paaftësisë, drejtori Mustafaraj thotë se edhe kjo kategori është në përfundim të regjistrimit elektronik dhe se mbrënda pak kohësh e gjithë skema do të jetë online.